Hajde nalë. Unë fotografu të shlejo, ministri. Ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveqra, është të kapur me një aktivist të Lidhjes Demokratike të Kosovës në afërsi të qendrës së vendvotimit Faik Kunica këtu në Prishtinë. Por çfarë ndodhi? Aktivisti i LDK-s, i cili ishte jashtë rrethojave të objektit të vendvotimit, mbarte me veti një logo të partisë, gjë që bëri që ministri Sveqra të ndalet dhe ta fotografojë të njëjtin, madje edhe duke e kërcënuar. Nuk lejo. LDK dhe shkolla nuk lejo. Ja, rreth shkollës nuk lejo. Morën jem të Nuk lejo. fotografu mu shlejo. Ja, hajde nalë. Unë fotografu të shlejo, ministri. Dush me ditë ligjet më mirë. Jo. Në lidhje me këtë, nga Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë kanë reaguar duke thënë se dënojnë ashpër sjelljen e papranueshme, arrogante dhe kërcënuese të deputetit Sveqra ndaj aktivistit të tyre, duke thënë se i njëjti po qëndronte qetësisht në trotuar. Përveç të tjerësh, në komunikatin e LDK-s thuhet se ministri Sveqra ka fotografuar pa pëlqimin e tij aktivistin e tyre, gjë që është ndaluar me ligj. Ndërsa sa i përket ligjit për zgjedhje, i njëjti bën të ditur se logot e partive politike nuk janë të ndaluara jashtë rrethojave të objekteve ku ndodhen qendrat e vendvotimeve.